Hoxh, po në qoftë se besojmë dhe adhurojmë të madhin Zot, por nuk i besojmë Muhammedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Do me thonë nuk e përmendim fare as për mirë, as për keq. Çfarë ndodh? Atëherë, Allahu i lartësuar, me që e beson Zotin e gjithësisë, Allahu i lartësuar thot në Kur'an: bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Në një ajet tjetër, Zoti i gjithësisë thot: kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Po ashtu, në një ajet tjetër, Zoti i gjithësisë thot: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj, nëse e doni Allahun, binduni mua, pra binduni profetit. T'ju det Allahu dhe t'ju afal mëkatet. Po ashtu në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar thot në Kur'an: kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin, ai ka humbur me një humbje të qartë. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, e ka dërguar Zoti i gjithësisë që të na tregoj për Allahun e lartësuar. Na tregoj se si adhurohet Zoti i gjithësisë. Na tregoj rrugën se si fitohet dashuria e të madhit Zot, se si arrihet lumturia në këtë botë dhe lumturia në botën tjetër. Pra, besimin Allahun e lartësuar dhe besimin në të dërguarin e tij, pasimi i profetit alayhis salam, është ajo rrugë e cila ta mundëson lumturinë këtë botë dhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Pra, nuk mund të ndahet, sepse ai që të ka treguar për Zotin e gjithësisë, çfarë Zoti i gjithësisë kërkon prej teje si rob, çfarë është ajo gjë që ta mundëson të arish xhenetin, është profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i cili Allahu i lartësuar për to thot në Kur'an: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ai nuk flet pra nga egoja apo nga vetja e tij, por ajo është shpallje që i shpallet atij. Pra, Muhamedi alayhis salam ka përcjell fjalët e Zotit gjithësisë. Prandaj dhe profeti alayhis salam na thot në një hadith, siç kuptohet prej hadithit, se nuk dëgjon dikush për mua dhe më beson vetëm se hyn në xhenet. Dhe nuk dëgjon dikush për mua dhe nuk më beson vetëm se hyn në zjarr. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj, që të besosh Allahun e lartësuar, pra nevojitet edhe besimi në profetin e tij. Dhe me këtë besim, pra fitohet xheneti i Allahut të lartësuar, me adhurimin e Zotit gjithësisë njëjtë vetëm, me besimin dhe pasimin e profetit alayhis salam, dhe duke besuar ato, pra ti ke besuar të gjithë profetët e Zotit, të cilët kanë ardhur me mesazhin që të adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm.